Mirë, jemi rikthyer në studio, na është bashkuar në këtë panel për të vjuar diskutimin edhe zonja Etleva Treska, kontabiliste. Përshëndetje, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje, kënaqësi dhe për mua. Unë dua ta nisim aty ku e lam, avokate, për të kuptuar pak sa i takon tatimit që aplikohet në rastet e trashëgimisë. Pra, përjashtimet që kanë kategoritë caktuara, pra në rastin kur bëhet kalimi i trashëgimisë nga bashkëshorti tek bashkëshortja dhe anasjelltas, edhe kur bëhet tek fëmijët. Në këto raste, pra bëhet fjalë për rrethin përfituesit e radhës parë apo jo? Po, të ngushtë. Kështu konsiderohen? Po, janë të përjashtuar nga tatimi 15%. 15%. Është nga rastet përjashtimore, pasi vlerësohet fakti i kalimit brenda familjes për të lehtësuar barrën fiskale, kur e thënë. Dhe është ky lloj sugjerimi që nga biles janë hequr më përpara ka qenë mundësia të dhurojë vetëm një pronë, ka qenë e limituar, kurse tani është hequr edhe sasia e pronave, është pa kufizime, brenda familjes. Në këto raste mos gaboj ka edhe një kufizim sa i takon faktit. Atëre janë për brezin e parë të gjithë ato që përfitojnë pjesën e trashëgimisë dhe ose për brezin e paraardhës në momenti që nuk ka lënë trashëgimtar që kanë mundësi për të bërë dhurimet, sepse edhe këto rastet pakta po ekzistojnë. Kështu që në këtë moment përjashtohen për pjesën e tatimit që është e 15% që dhe është një gjë e konsiderueshme, por vetëm një herë, jo në momenti që bëhet dhurim për herë të dytë ose të tretë prona. Dhe këtë e ka pra vetëm në rastin e parë, pra kur bëhet pronë, e njëjta pronë, për të njëjtën pronë. Po, kurse disa prona mund të dhurohen, po. Po, vetëm një radhën e parë dhe vetëm një herë, jo pastaj për pjesën tjetër. Është e limituar kjo pjesë dhe për caktuar saktë që ne nuk kemi mundësi për të bërë. Përpara se të ndalemi tek taksa e pronës dhe atë çfarë parashikon plani moshimit, pra dokumenti i qeverisë, dokumenti i objektivave të qeverisë për 5 vjeçarin e ardhshëm. Dua t'ju pyes pak, duke qenë se trajtuam në pjesën e parë me avokaten, sa i takon të drejtave pronësore të grave. Zonja Treska, si shihni të drejtat pronësore të grave, që do të thotë ka ende problematika në këto drejtim, hasin problematikat gratë në gjykimin të fond, sa i takon të drejtave që ato duhet kenë, sidomos në pasuri të vëna gjatë martesës. E dëgjova me vëmendje avokatet dhe bashkojmë plotësisht te kjo pjesë, pasi duhet ta ndajmë në dy kategori, për pjesën e qytetit ose për pjesën e Tiranës, ku pak a shumë ti mund të ushtrosh të drejtat e tua, por për sa i përket zonave rurale, vazhdojmë jemi akoma me atë pjesën e kanunit ose të ligjit të pashkruar që ekziston në për familje, ku në pjesën më të madhe gratë detyrohen në një mënyrë ose në një tjetër që të dalin nga kjo bashkëtesë, nga kjo martesë, pas një gjë fare duke i bërë presion sa fëmijët dhe të tjera. Kjo është e dhimbshme, po ky është realiteti shqiptar. Kështu që është shumë e vështirë për ta zbatuar ligjin, por mos më thënë që ligji për sa i përket kodit civil është shumë i vjetër dhe vazhdojmë kemi edhe ca ligje që vinë që nga koha e diktaturës dhe nuk ka pasur një ndryshim thelbësor dhe njerëzit zfaritën gjykatave vetëm për mos bërjen e një ligji të ri, më të përmbledhur dhe më të saktë për çaj përket kodit civil dhe vazhdojmë dhe përveç asaj problematikës që të rishikohet kuadri ligjor në mënyrë që mos të përballemi me besoj se ka të pjesa e 7501, se ajo është më e pa... Ai dihet si ligji më i pa logjik ligji që ka prodhuar edhe më shumë... Ndërkohë, pas 7501 janë bërë disa herë ligje për të kontrolluar dhe për të rinovuar dhe për të rregulluar 7501, ndërkohë ato i kanë ndërlikuar akoma më shumë të gjitha stadet. Ndërkohë që pjesën tjetër e shikon të kopsitur nga ana ligjore, por është thjesht si njohet të drejtash bazike që nga të drejtat kushtetuese dhe deri në problemi është zbatimi. Nuk është e ligji, sepse ligji duam kanë ardhur të paktën të drejtave parimore dhe thelbësore si institutet juridike, siç është martesa dhe ligjit, bazës ligjore. Arrin të garantohen, pasi duam duke vajtur të drejt Komitetit Evropian, kemi dhe një kontroll të përforcuar dhe
te ligjet dhe te zbatimi dhe jo vetëm kaq, por edhe zbatueshmërinë e tyre. Ajo që shikojnë tek pjesa e ligjeve, kemi ligje që vinë që nga 93, ashtu si për tetatimet e të gjërat, që i ka pasur kaq shumë ndryshime, sa e ka humbur atë thelbin e vet, dhe thuhet po prap nga ligji që në momentin që ti ke bërë ndryshime në 60% të këtij ligji, atëherë ti duhet ta ndërtosh nga e para. Nuk kam parë në ligj që ndërtohet nga e para. Pavarësisht se në ligjet i kemi me ngjyrë të kuqe e shile si ti duar gjithë ngjyrat e ylberit, dhe ti kur futesh aty tek ligji nuk di më çfarë do lexosh. Dhe kjo është problematik dhe për atë që e ushtron ligjin, po dhe për neve që e zbatojmë ose jemi njerëz të thjesht për të pasur pjesën e ligjit. Domethënë, duhet bërë ligjet të sakta dhe nga e para, ashtu siç kemi ligjen e procedurave tatimore, ashtu siç kemi ligjet e tatimit, sepse duke u ndryshuar kaq shumë, hiqen nga ajo thelbi ose nga boshti qendror i saj në për efekt të ndryshimeve, dhe derisa ligji thotë që po kaloi 60% ndryshimeve, duhet bërë ligji nga e para, se kam parë deri më sot që të bëhet kjo, përveç se vazhdon, po, që asnjëherë nuk besoj sepse sjell gjë të mirë, po ekonomia dhe ligji për bizneset nuk mund të jetë i 93-shit, sepse ka pasur kaq shumë ndryshime, normalisht që pasohet edhe nga ligji i procedurave tatimore që ka shumë ndryshime brenda një 4 vjeçari në politikat e qeverisë, jo më për sa i përket periudhës kaq të gjatë. Dhe kjo na bën që të ngatrojnë edhe ato që na vinë për kontroll, po dhe neve që kontrollohemi, duke qenë që ligjet po ndrohen dhe kanë kaq shumë ndryshime. Thelbi është, them se thelbi qëndron dhe te njoja e ligjit. Për shembull, po të kishte pasur një edukat ligjore minimale, orë edukat ligjore bashkë me edukatën qytetare që në shkolla, ose orë mbi barazin gjinore, në qytetari apo në filozofi, ku mund të ndërhynte si lënd, do kishe një informacion, pasi nuk mund të presësh informacionin ta marri adoleshenti apo fëmija që ambrezi arsëm, i joni, ta marri vetëm brenda familjes. Sepse brenda familjes ai mund të jetë duke jetuar në një familje patriarkale. Vazhdomet, kështu që sa do vazhdoj, ai do e mbarti dhe fëmija do e mbarti patriarkalizmin. Ka dy gjëra. E para është pozdia, po në momentin ku gratë vriten, unë nuk mendoj që fjala atyre vlen ose dia atyre vlen për të pasur drejtat e veta. Po, to janë rastet ekstreme. Sepse e drejta që po të merë dhe jetën. Raste ekstreme, por që nuk duhet ignorohen asesitë. Pra dhunën dhe deri ku shkon ekstremi i dhunës për sa i përket kësaj gjëje. Pas dhunës psikologjike, dhunës fizike, vjen dhe dhuna ekonomike, ose bashkë ndërlidhur bashkë me të tjerat. Por këto janë rastet ekstreme që dhe për ato në qëse duhet të flasim për zbatueshmërinë e ligjit, apo për mbrojtjen që kanë në thelb, në institucione, nuk kanë. Nuk kanë. Megjithatë, përpara se të ndalem tek plani moshimit dhe ajo çfarë përcaktohet në rastin e kategorive siç janë pensionistët, edhe se sa është ky taks, ky detyrim pra që aktualisht ata paguajnë, edhe që përcaktohet që deri në 2030 të ketë një vendimarrje sipas të cilës ata të mos kenë detyrime të tilla, por të zhvishen le të themi nga kjo faturë. Dua një aspekt të fundit, Elona, që ka të bëjë me faktin që ne jemi sot në këtë situatë, pra kur gratë për një arsye apo për një tjetër, qoftë edhe të frymës në cilën janë rritur, qoftë edhe në kontekstin social, ekonomik ku jemi aktualisht, janë të privuara nga disa drejta dhe një ndërto është edhe drejta e pronës. Ndoshta nuk është, le të themi, një realitet apo një tablo e plot dhe çfarë dominon sot, megjithatë është një realitet i pranishëm, sepse ne nuk dim ta themi në çfarë përqindje mund të jetë prezent. Përqindjen e shoh, sepse nuk ka vlerësime dhe indikator që shohin kush është lizbatues ose kush është në terren. Patjetër, por flas këto janë perceptime dhe sigurisht ne kur analizojmë, kur gjykojmë edhe kur i parashtrojmë, le të themi, në studio, bazohemi tek ky tregues, pra tek perceptimi mbi gjitha që ekziston sot dhe përvoja që na vijnë nga grupet caktuara siç janë profesionistët, në këtë rast, pra siç janë profesionistët, ekspertët kontabël, avokatët e tjerë. Dhe dëshmohet edhe
edhe nga shoqatat, pa diskutim, dëshmohet që gratë vjojnë që të përballen me këto problematika, pra vjojnë që të jenë të privuara nga disa të drejta që janë fundamentale, që janë të rëndësishme dhe bazike mbi gjitha. Më falë të them një shembull konkret. Në prag divorci, nuk vehet vetëm te avokati, te juristi, sepse për të drejtat familjare, vehet dhe te kontabilisti. Sepse kontabilisti do të tregoj çfarë përfitoni, si do ndahet, do të këshilloj si mund të ndahet me një marrëveshje, me një mënyrë të përbashkët, reduktim taksash, përfaqësime të tjera, çfarë do lloj manovre, domethënë jashtë shtetit janë firma të ndërlidhura ligjore dhe ekonomike për ndihmën e parë në rast të divorci, ndihmën e parë të familjes. Sepse ti, nëse merr një këshillim me një konsulent të saktë, si juridike ligjore, si ekonomike, e ke gjysmën e punës të kryer. Mbase nuk arrin të vesh as në procese, nuk do kesh kohë as në procese gjyqësore, sepse mund të krijohet një marrëveshje përbashkë apo të një ndërmjetësuar. Ajo që doja të pyesja, Elona, ishte fakti që ne jemi sot në këtë situatë dhe ajo çfarë rëndite, pra përpos fakti që kuadri ligjor është i plotësuar dhe ne nuk kemi mangësi, sepse e kemi parafruar ato edhe me legjislacionin e Bashkimit Evropian sa i takon direktivave dhe përcaktimeve të tilla edhe të drejtave pronësore apo regjimit pasuror në martesë, ajo çfarë rënditet tek problemet dhe duke rënditur problemet parashtrove edhe zgjidhjen, ishte fakti që kjo vjen edhe nga mungesa e informimit. Edhe është e udhës që këto gratë jenë të informuara, gratë dhe vajzat jenë të informuara mbi të drejtat që kanë. Por në të njëjtën kohë, ne jemi të vetëdijshëm për atë realitetin tjetër, sepse këto janë ato drejtëhijet, le të themi, dhe realitetin tjetër që këto gra janë, edhe kur mund të jenë të vetëdijshme, pra mund të kenë informacione mbi drejtat që kanë, janë të detyruara që të heqin dorë mbi këto të drejta për që mund vinë, le të themi, ky imponim qoftë nga anëtarët e familjes, faktorë të tjerë e kështu me radhë. Tani duhet diçka më tepër, pra duhet bërë diçka më tepër për të adresuar këtë si problematik, ku gjykon që duhet jenë disa ndërhyrje që mund ta bëjnë më natyral, le të themi, këtë proces edhe më të pranuar. Ndërhyrja kryesore është në këtë rast që po flasim ndërgjegjësimi dhe informimi, fushata sensibilizuese mbi këtë temë. Sepse tek e fundit martesa, si thonë, lindja, çfarë ke të sigurt? Lindjen, martesën dhe vdekjen. Është instituti më i rëndësishëm juridik. Si mos ta rregullosh, si mos të vek ky një person drejt martesës, drejt këtij instituti kaq të rëndësishëm që do kaloj pjesën më të madhe të jetës në regjim martesor, si mos të vej i përgatitur ligjërisht, s'po flas vetëm për profesionin tim, dhe psikologjikisht. Apo jo? E qartë. Pra, gjithçka në gjykimin tonë, gjithmonë, mbetet tek informimi dhe ndërgjegjësimi mbi këto aspekte. Të ndalemi pak, zonja Treska, tek plani moshimit. Fillimisht, si e konsideroni faktin që qeveria përcakton, duke ditur edhe gjithë barrën, le themi që kanë pensionistët sot në raport me të ardhurat edhe shpenzimet. Pra, marrin shumë pak nga çfarë janë kostot e tyre mujore. Si e shikoni projektin, planin dhe atë çfarë parashikon objektivin e qeverisë që në 5 vitet e ardhshme të bëjë të mundur krahas rishikimit, rivlerësimit të masës së pensionit, që mbetet për të parë se cilat janë aspektet që do të ndryshohen, edhe për të krijuar disa lehtësi të tjera, siç është përjashtimi nga taksat. Dhe në këtë rast nga taksa e pronës. Si e sheh këtë? Atëherë çdo nismë që merret për të përmirësuar jetën e pensionistëve, saq më tepër unë kam pasur të dy prindër pensionistë, kemi bashkëtuar bashk, e di se çdo të thotë kjo pjesë, kështu që e përgëzoj për çdo nismë që merret për t'i ulur. Por sado që ne mundohemi për të reduktuar taksat e pensionistëve, do doja shumë që të dilte minimumi jetik nga qeveria, pasi ne e dim, dhe këto pensionistë të kishin minimumin jetik një herë, pastaj të kishin dhe këtë mundësinë dhe lehtësirën për sa i përket reduktimit që ishte tek energjia elektrike, apo këtë pjesën e faljes taksës pronës, do të thonë
i ishin njësër taksash që faktikisht na vinte fatura e ujit çdo ditë dhe thuhen në mënyrë të përgjithshme, po kur nuk dim se sa përqind na mbahet në këtë faturë e ujit, dhe ndërkohë na mungon e drejta informimit që është e para që ne të dim me të vërtetë se çfarë paguajmë në atë faturë ujit, se tashmë në gjithë pikat që janë ne japim vetëm pagesën për atë detyrim që na del, por nuk kemi një faturë të saktë që të dim dhe nuk kemi një informim të paktën në muajin janar të vitit, kur taksat bashkiake mund të na vinë dhe me një zarf ashtu si gjithë botën dhe të informoj ty se çfarë taksash dhe tatimesh ke për të paguar dhe ti je i tërgjeshëm se për çfarë jep këto para. Se ne flasim gjithkohës ku na shkojnë parat dhe ndërkohë te shteti vazhdojmë atë politikën e shtetit, edhe bëjmë pagesën direkte që të jemi në rregull, por realisht neve dhe sot nuk e dim të paktën unë se sa paguaj përveç se shumën, dhe nuk i kam të ndarë në zëra pjesën e taksave. Kështu që në këtë moment dhe këto do shifen tek faturat që do t'ju vinë të ujit për muaj, tek reduktimi i pjesës se sa do reduktohet dhe në çfarë mase, ishte për krye familjarët që janë pensionist, por ajo që është për të cikur pak është edhe kjo pjesa e atyre që janë në punë, dhe ndërkohë heqin dorë nga pensioni, ajo zbritje, ajo shtesa që i bëhet, në realitet është ai pensioni i mosmarr i këtyre. Sepse në momenti që ato do marrin një pension, skema që ndiqet për po të llogarisësh, po 6% në vit po flas. Po, për 6% po e kishte të ndarë dhe 30% dhe këto me radhë. Tani, po të bësh llogarinë që ky pensionisti duhet të pagojë mbi pagën minimale kur të marrë pagën, po e zëm të 40.000 lekësh, i bie të pagojë 11.2%, se e zëm që pjesën tjetër pagon punëdhënësi. Edhe tatimin prap. Dhe ndërkohë nuk të merr dhe pensionin. Edhe ato që janë të vetë punësuar pagojnë prap një 2.720 lekë për shëndetin. Më fal, ai është pensionist. Çfarë takse shëndeti duhet pagojë çtatimi për shëndetin? Se mund të pranoj që ajo pjesa 0.0 e aksidentit duhet të paguar sepse ne jemi në punë. Po dhe i vetë punësuari pagon 2.720 lekë muaj për shëndetin, ndërkohë që realisht është pensionist dhe duhet ta ketë falas. Janë këto gjërat që unë akoma nuk arriti zbërthej sepse unë jam ligj zbatuese, unë nuk ndërtoj ligj. Por që për mua nuk e kuptoj, nuk kanë sensin e gjë, sepse këtu më thua që pensionisti e ka falas shëndetësin dhe këtu pastaj paguhet të paktën një sigurimet shoqërore, por pjesa e 2.720 lekë që janë pjesa e sigurimit shëndetësor dhe të aksidentet. Të aksidentet e pranoj, sepse mund ndodhi çfarë do larg qoftë në punë. E njëjta gjë dhe pjesa e punojësit. Në qoftë se ai punon dhe ndërkohë nuk merr pensionin, më fakt, sa është pensioni minimal? 15.000 lekë të reja. Ai nuk ja merr shteti dhe ndërkohë rritja që i bën nuk e indekson atë që ta shtysh të punoj dhe ndërkohë mos marri pensionin. Kështu që janë ca gjëra që nuk shkojnë dhe duan atë zgjidhjen reale. Të paktën në raportin që sa nuk marr pensionin të më shtohet paga, sepse ne derdhim pa fund sigurime, mbi 40 vite, dhe në fund fare jemi po prap të zinxhiri i shkret i Bismarckut, që Bismarcku e ndërtoi kur ishin 7 punonjës dhe paguhesh një pensionist dhe tha, kur të arri ky limit për 3 punonjësh me një pensionist duhet gjeni rrugë të reja. Si nuk u gjet kjo rrugë e re e shkret, që të ketë alternativa të tjera për të mundur që jo shtetit lodhet duke futur lek nga buxheti për pensionistët, po vetë skema e sigurimeve shoqërore të bëjë dhe të plotësoj, të investohet dhe siç ndodh në për shtetet e tjera iq vendet e rajonit dhe të Ballkanit, që vazhdojnë akoma me këtë zinxhirin e brezave dhe zinxhirin e famshëm të Bismarckut, që dhe ai që e krijoi e dinte deri ku e kishte limitin. Ne sot jemi as një punonjës me një pensionist, dhe vazhdojmë dhe jemi po prap peng i kësaj skeme, ndërkohë që kjo skem normalisht ka dështuar kur vitet që dështonte tremenji. Është një nga treguesit që në Shqipëri jemi akoma në fazën e bëhen ligje politike më tepër, sesa ligje për zbatim dhe ose ligje qytetare. Është një politike mirëfillt, domethënë një reklamim mirëfillt, pasi të arrijë politika e vërtet për qytetarin, sidomos për fashën, një nga fashat më të pambrojtura dhe më nevojtar, të cilët janë pensionistët, apo si po flisëm më parë për gratë
pa informuara, pa shkolluara, apo fëmijët, këto janë fashat më të pambrojtura dhe fashat që ka më shumë nevojë për një ligj të saktë dhe të zbatueshëm. Konkretisht, nuk ka nevojë për reklam politike, kupton? Jo, një nga gjërat që ne do shikojmë, do të thënë uroj që përveç se të dali ligji, mos bëhet si puna e autobusit falas që duhet rrini në radhë të prisnin për të marrë atë abonen e shkret njerë në radhë pa parë me ditë të raj që ka dhe shumë pensionistë, po flasin për moshën mi 65. Mos të jemi dhe pesimistë. Atëre ndërkohë nuk e kishin mundësin të shkonin të amenin dhe nuk e përfitonin për vetë dokumentacionin. Sot sistemi është bërë njësh. Sot në përmjet i Albanias institucionet janë të lidhura me njëri tjetër. Se duhet ta lodhësh tjetrin duke marrë dokumenta, shko këtu këtu atje, kur je brenda zinxhirit dhe brenda sistemit. Në botë shkon vetëm në një institucion dhe ti mbaron punë për gjitha. Te neve themi shko këtu, shko atje, për të marrë një dokument. Kemi qenë shumë vite në stagnacioni, thonë italianët, në vend numëros, do të thonë rrotullohen po aty gjërat. Dhe ndihet era e një ndryshimi, mos jemi, do të thënë, pesimist. Pak nga pak, po rriten gjërat, do njifen vitin që vjen në diva, në deklaratat. Ne nuk kemi kundra, do të pozitiviteti është, po neve ajtë rregullojnë gjërat që nuk shkojnë. Do njifen dhe shpenzimet për arsimimin, ndërkohë që jashtë aman më fal, me 48.000 lekë të vjetra në vit, ajo shtesa dhe për sa muaj ka punuar zotëria ose zonja. Nuk është shtesë, thjesht do njifet minus të Minus, po 28.000 lekë. 28.000 lekë për gjithë vitin, sa të shkonë zënë. Shonja të vogla, që neve do arrim diku më lartë. E dikur knaqe mund. E para njerë, këtë rimbulsim duhet ta marrin ato që s'kan aq të ardhura. Se kur themi neve deri 1.200.000 në vit, jo nuk është për gjithë. Është vetëm për ato që plotësojnë divën, dhe ato kur plotësojnë divën, se më falë çfarë zbret ky. Më falë edhe një herë. Më falë, vitin tjetër mund të jetë diva detyrueshme për të gjithë jashtëtetit. Po, duhet dalë duhet dali minimumi jetik, sepse ai që është për t'i rimbulsuar, nuk i levesh ditë shtetit, se është 75% e popullsisë. Këto janë shenja që do arrirë diku. Jo, as vitin tjetër nuk del. Dhe në moment duhet të jetë rimbulsim ato persona që janë nga 0 deri në 1.200.000. Atyri nuk ju del për lekë për fëmijët. Dhe jo këto që deklarojnë divën, do me thonë pretendojnë nga shteti që kam një të ardhur, dhe këto që kanë të ardhura më të mirë, po i bë ka zbritje e shteti 28.000 lekë. Ashtë më shpresa për përmirësim, dhe jo pse duam neve, po do jemi të detyruar nga Bashkimi Evropian, në qoftë se pretendojnë për të hyrë, sepse me 150.000 lekë pension minimal nuk hyrë në Bashkimin Evropian. Me 150.000 lekë pension nuk shkon do të në kamz. Unë jam, shiko. Jo më. Atere. Jo më në Bashkimin Evropian. Unë jam dakord që Shqipëria po evolon. Viti që vjen ndryshon. Por kjo nuk do të thotë që unë mos vë në pa gjërat që duen rregulluar, se mira s'ka fund, dhe në qofë se ligjit zbatusit arrin dhe rregullojnë këtë gjëra, atëre jemi më okej. Në qofë se arrin të marrin dhe fashën e njerëzve në nevojë, atëre është akoma më mirë. Po pse mos ta themi dhe mos të ngrejmë zërin neve nëpër televizione që të shikohet edhe ky aspekt dhe kjo na sjell edhe zhvillim dhe gjithë mirat le të vinë, sepse shkuar në BE duam të gjithë, sepse ne jemi pjesëtar të BE-s, masi ne kemi kriju dhe Europën bashkë, kështu që nuk ka asnjë lloj të keqe, që unë çdo gjë që e vere që duhet përmirësuar, ta them si profesioniste që janë zbatuese ligjit dhe janë pranë ligjit. Kemi detyrim që të kërkojmë aspektet. Gjëja më kryesore që është vendosja minimumit jetik dhe kjo duhet të vendoset nga qeveria. Sepse ne kemi thënë, shkon sistemin bankar, thot ai poshtë 17.000 lekëshit nuk të marë përsipër dhe ta llogarit për sa persona ke. Ne e dim, por duhet të dalë zyrtarisht dhe këtë akoma madhe mas 30 vjetësh demokraci nuk na del minimumi jetik për të bërë pasaj deklarimet të gjithë dhe të zbatojmë ligjin, sepse unë jam e sistemit fiskal dhe jam për zbatimin dhe marrjen e taksave. Vetëm diçka me qenë se ne përmendëm që do të jenë të përjashtuar nga taksa, të paktën ky është parashikimi që bën qeveria për 5 vitet e ardhshme, për të bërë të mundur që pensionistët të përjashtohen nga taksa e pronës. Sa është aktualisht ky detyrim?
Që ato ta kuptojnë se çfarë efekti ka, pra efekti financiar? Atëre, taksa e pronës do në mbahet nga pjesa e prapë faturës ujtit, prandaj të përcaktuar dhe kemi të ndarë në muaj. Varet pastaj sepse kemi kategorinë, kemi disa kategori, varet nga banimi ku janë, duhet dhe që krye familjari tjetë pensionist. Vetëm në ato, dhe më dhënë, janë disa kufizime se kur i përfiton. Duhet tjetë edhe pensionit tjetë dherë në 20.000 lekë të reja. 20.000 e poshtë, atëre ato kanë të drejtë që ta përfitojnë. Janë disa fasha të cilën të kufizojnë ty për të përfituar të drejtat e tua. Por ama e din këto se sa paguajnë taks prone dhe sa ju falet. Prandaj tash, më rëndësishme është që të shikohet dhe të marri, po, në momenti që kemi informacion atëre dhe flasim, por mirë është që pensionet të shkojnë të paktën te minimumi jetik. Është folur që do kemi dhe për pjesën e shëndetësisë, që do shikohet pjesa e ilaçeve që rimbulsohen dhe është shumë e mirë sepse unë babain e kam pas me pakërson dhe vetëm paketa e pakërsonit i shkonte 4.500, po uroj që dhe të rimbulsohen për një gamë më të gjërë, po dhe ilaçet t'jenë më cilësore. Se në momenti që pini ilaçet dhe që nuk janë cilësore... Ishte një plan që deri diku adresonte problematikat me cilat hasën sot të moshuarit dhe në një farë mënyre nëse arrihet nisu nga përvojat paktën e planit të moshimit që ka qenë i miratuar, pra që është miratuar në 2020-ën, pak gjëra arrihet që të përmbushen nga ajo çfarë shkruhet në këto dokumente. Kështu që le të shpresojmë që ky plan i miratuar për 5 vitet e ardhshme të jetë një plan i cili të mos mbet vetëm në letër, të mos shkruhen këto qëllime, këto objektiva edhe këto zotime, le themi, por ajo çfarë është më rëndësishme është që të mundsohet realizimi dhe përmbushja e tyre për të përmirësuar cilësinë e jetës për gjithë të moshuarit në Shqipëri. Unë ju falenderoj kënaqësi që ju kisha. Faleminderit Zonja Kreska, faleminderit Elona për prezencën tënde, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne kemi rritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është sërish nesër në orën 16 deri atëherë miru takofshim.